Plase Ledio. Kjo nuk ka lidhje me kodin e ri penal. Jo, por të falenderoj për, jo se unë dua të jap në një këshill shqiptarëve, por të doja në mënyrë maksimale. Më thua një lajmin që ka ndodhur për njerëzit. Për herë të parë, unë gjatë gjithë kohës përpiqem të çmitizoj personat e kriminalizuar në këtë vend, shefat e organizatave. E kanë vënë re, po. Por vetëm në këtë pikë do t'i thosha të gjithë shqiptarëve që bëni kujdes. Ka shumë njerëz që bëjnë pyetje, nuk e kuptojnë pse mos i blejnë përdesa kanë dalë në ankam. Se të vjen nesër te dera e shtëpisë ta kërkon. Seriozisht e ke? Po. Nuk ta fal. Ja kemi disa foto këtu. Nuk ta fal. Të vjen, po të paralajmëroj që Lamborghini shqiptar është. Ja u di të gjithëve mendjen që përderisa i ka fituar në drog, tjetër gjë që shteti ja kanë marrë, burtier i blen ai të vjen te shtëpia. Ose më ka pas raste që kanë blero koli? Po ka. Deri tani. Po kush ndo kush që është përpjekur që ta bëj. Po mos thosha edhe këta që blen janë paj të fortë se ata? Se atyre që ju janë marrë? Jo më mallin ai jeton për ata. Nuk ja bën dot. Ai bën burg për ta rimarrë. Tallesh ti? Po. Këtë ja u di mentalitet. Erdhin këta që kanë gjithë leko kol për një makinë. Po atë ka fiksim, ka çështje karakteri. Ka shpirtërore më shumë. Ka shpirtërore, makinën time nuk e merr dot atje ku. Pyeta sepse turpurohesh para shokëve, para familjes. Po e përdor filan. Çfarë perle. Po prandaj doja që patjetër jepja një këshill të gjithëve. Cila këshilla jote? Jo te kjo. Nëse ka shprehje, shpeshherë kur në Shqipëri ndodhin diçka, gjithë politika thot kjo ndodh kudo në botë. Në të vërtetë nuk është ashtu. Por nëse ka shprehje qëndron për këtë. Kjo ndodh kështu kudo në botë. A është gjithandej thua ti? Nuk merret njeri me pronën e tjetrit. Nuk merret. E ka frikë. Edhe kur ka 10 vjet që ka vdekur, edhe kur ka 20 vjet që është vrarë, prap mendon se dikush vjen dhe ja kërkon. Bëhet fjalë vetëm për automjet. Dhe është pak normale. Bëhet fjalë për edhe apartamente, edhe për lokale, tjetër. Se ne kemi vënë automjete, po janë shumë prona që janë. Po si e ka zgjidhur bota? Si ka zgjidhur? E bën institucion arsimor. Jo makinën, se këtyre nuk ka çaj bën. Nëse makinave njerësi e bën nëse njerëzit vërtet kanë frikë. Pjesën më të madhe të makinave të bllokuara, shteti i ka vënë në përdorimin e vet. Dhe ti nuk vjen dot t'ja marrësh Ministrisë Financave, le të them. Jo, është vështirë, sepse ai nuk ka private. Aty, po nuk hyn edhe ty sedra. Qartë. Se po e përdor një njeri i cili e ka rrogën 400.000 lekë të vjetra dhe po e përdor me çun shefin ke shtëpia. E kupton? Ajo që ti vjesh në sedër është kur ti si një trafikant droge shteti ta mori dhe e ka blej njëri që mendon që është i fortë dhe hapet me makinën tënde. Ndërkohë që ti kur e ke bler një makinë tillë, ke jetuar me ëndrat, fundit drog, ëndra të kishe për të patur një makinë si kjo. Dhe në këtë moment ty të punon mendja vetëm si ta kesh prapat makinë. Dhe nuk do pranoje kurse si, por këto janë makina sportive që nuk i vë dot shteti në funksion të ministrive. Dhe është problem shumë i madh. Përdor vetëm makinat që janë të rregullar, nuk janë sportive, pra nuk bie në sy. Po jashtë mund t'i shesi jashtë Shqipërisë jo. S'ka drejt. Shteti vet i nxjerrë në ankam për jashtë Shqipërisë. Apo është vështirë brap. Një blerës i huaj, po prapa i ka për t'i shku dhe ati blerësit huaj. Ne po flasim, nuk na intereson. Ai italiani po deshi ta blej, në qaftë e pat, le ta marri. Unë kujdesem për çdo kënd që i sheh këto, se e ka shpërndar qeveria. Edhe kemi edhe një foto tjetër Ledio, të dy makinave të tjera. Mos të ngatrohet me një çuditëri. Pra këshilla jote është që ata që po kjo është kjo makinë. Çfarë është kjo makinë? Kuptohet gjë? Ajo duhet jetë BMW. BMW është, duket që ose Benz në shiko sa më larg këtyre. Sa më larg? Sa më larg. Pra, te makina sa më larg, te pronat, shtëpi, toka, apartamente. Sa më larg akoma. Ty krijon akoma më problem. Nuk ka sekuestuar dhe kështu nga këto. Po e varka, si quhen këto. Po edhe këtë nuk e gëzon, do vi të ta djegi. Dhe kam këshill shumë serioze për të gjithë. Mos u gënjeni, nuk janë si ato të bankave që ja marrin fugarinëve. Fugarinët, kur ja merr... se ajo është tjetër gjë. Ajo është tjetër gjë. Në ato ja marrin gjithë. Po, ato po. Gjithë drejtorët e bankave nga i pronë të konfiskuar. Se ja kanë marrë fugarinëve si s'kan paguar do të kredin. Po, mos i ngatroni me ato. Kjo është tjetër gjë. Ky të ndjek deri në Zeland të re. Pyta. Me atë makinë të ndjek. Prandaj është shumë e kujdesshme. Unë nuk du të jem kurrë në krah të krimit. Dhe nuk kam qenë kurrë. Por në këtë rast,
mendoj që po paralajmëroj të gjitha ta... Se ti këtu nuk je në krah të krimit, ti je në krah të atyre që... Shqetësohem. Me naivitet mund të blejmë pronën e krimit. Shqetësohem. Ka një zgjidhje kjo. Cila është zgjidhja? A e di që të gjithë kryetarët e bashkive në Shqipëri kanë frikë të marrin nga këto prona? Pse? Po se i vjen ai te dera e shtëpisë. Pse e pranove ta bëje shkollë ose kopësht? A ti thon për imobiliarët të rast? Si e ka zgjidh bota. Bota e ka zgjidh. Nuk ja jep individit asete të tilla kriminale, sepse e di që do ta vërë në vështirësi. Ja jep institucioneve shtetërore. Dhe kur kthehet në institucion shtetëror, mbaroj. E bën kopësht, e bën shkollë, e bën një gjë. Por dhe kjo nuk ndodh në Shqipëri. Asnjë kryetar bashkie nuk firmos t'ia marri agjencisë. Se ka frikë. Po ka frikë se e merr ai në telefon. Ose ai ose shokët e vet, ose njerëzit e tij, po. Hiqe firmën se nuk e ai po u kthye kopsht. Nuk ka çaj bën, nuk e di dot më. I kthehet kopsht. Ai e ka me kryetarin e bashkisë që e firmos, që gjithë janë frikacak. Nga i pari deri tek i fundit. I vetmi të gjithë firmosin, nuk duan me ditat. Jo, jashtë Shqipërisë, vendet e tjera, por shumë në Europë si është kur sekuestrojnë prona të tilla. Vetëm shteti kthehen. Nuk ja japin individit, nuk shkon individi me ble, ka frikë. Edhe jashtë. Po. Po pse i përdor shteti pra? Për institucione, zyra postare, zyra e ka dhe e kthen. Nuk e lë ashtu, por i kthen në shërbim të komuniteteve. Në Shqipëri, të gjithë kryetarët e bashkive nga i pari deri i fundit kanë gjithkohon frikë. Të gjithë kanë frikë. Si flas kameramanit. Të gjithë kanë frikë. Dhe ç'a ndodh? Nuk i marrin. Ndodh në Shqipëri vetëm 2 krime, vetëm 2 prona janë marrë. Sepse është futur ambasada amerikane që i ka kthyer në ëmbëltore dhe ambasada britanike. I kanë paguar ata parat dhe janë 2 prona. Një mos gaboj në Fier që është kthyer në pastiqeri, edhe një në Elbasan. I kanë kthyer në pastiqeri. Po janë forca të amerikanëve, të cilët janë futur për të thënë që ju mund t'i blini dhe t'i ktheni në shërbime sociale. Por prap nuk ka një tokë e kanë nxjerr, ka 3 vjet. Një tokë në Tepelen, dhe nuk merr pjesë njëri në tender. Në Tepelen? Po, që nuk i duhet është në fund të botës, dhe prap nuk ngatrohet njëri, dhe mua më vjen mirë, mos u ngatro. Ai që ka shitur drogë, dhe që ka rrezikuar jetën e tij për këtë makinë, apo për atë apartament, ti do t'i bëhesh silueta e viteve të tjera, nëse ti gëzon pronën e atij. Kështu që sa më larg, lërja këtyre frikacakëve që drejtojnë bashkitë nëpër Shqipëri, që nuk i kthejnë dot, kanë frikë, edhe pse kanë shtetin me vete dhe kanë frikë t'i kthejnë në institucione shtetërore ose lokale. Ka që thjesht është. Ti thua ka kaluar një pjesë e kodit penal për ta mbyllë. Po. Çdo më të kaluar një pjesë dhe jo pjesa tjetër? Ka disa ndryshime që ne duhet i bëjmë patjetër me kërkesë të Bashkimit Evropian. Po pra, këto janë kërkesë, jo kjo, s'ka lidhje, po do i fono përpara. Kërkesa kryesore, ato që ishin më imediate ishin pornografia dhe përdhunimi të miturve, i cili kaloi, rritja në sasi e drogës, pra jo 1 kile dhe 1 ton siç ishte kodi shqiptar burg njësoj, ndryshimi dhe ashpërsimi i këtij kodi, heqja e shpifjes si një krim për sa i përket gazetarëve, zënia e tokës shtetërore, që ishte një problem i madh në cilën BE-ja, pra BE-ja kërkoi me urgjencë ato nene të cilat ka parë më përpara në Shqipëri që nuk zbatojnë dhe që janë probleme. Po kur shteti abuzon me tokën e private nuk e ka fare këtë gjë. Po si duket nuk e ka parë, për zaptimin e tokës e vuri. Pjesa tjetër i takonte terrorizmit, kuptohet. Ishin disa për terrorizëm. Po ndërkohë cila është pjesa tani e pamiratuar akoma? Ka shumë, do nisi një dëgjes publike me të gjithë, po dëgjesat janë për rregullimin se nenet janë të përcaktuara, ato që ka kërkuar Bashkimi Evropian, do një përafërsi, një ndër nene ishte vjedhja e parave të Bashkimit Evropian. U fut, nenjëri, po, se ti do futesh. Këto programet që kanë bërë? Këto programet, dale se i vodhën gjitha. Lupena mërë gjithë. Tani është me burg, thot ai, do ta bësh burgun 2 fish, nëse vjedh parat e taksa paguesve europian. Do me hyrë në Europë. Nuk ka, futet Frida Krifca aty, u zhduk, u ndal, iku. Po si i bona më? E kupton deri ku ka arritur në mënyrë galopante? Tani ndërpreta i programin. Se si t'i japi më? E di qa u bon me legët e fermerve. Ndërtu në gjithë vila.
E thoshin janë bujtina. Janë bujtina. Isha me Sokol Bregun, zonja e zotrinj, cili e falenderoj jashtë mase, Sokolin do e kemi mirë pasere në emision, dhe kam qef kur të jam vetëm me të, se të dua që ti shteroj mirë gjërat. Dhe kemi shumë gjëra për të me Sokolin, si që lam ju e dëgjuat, do flasim për dy fabulat që ju premtova pak më parë. Ndërkohë Sokolin për qefin tuaj, të gjithë ju që keni Britani në Shqipëri dhe jeni kurios të dini se ç'a ndodh, mund ta gjeni Sokol Bregun në MCN çdo të shtunë nga ora 8 e darkës dhe në orën 9 darkës me emisionin e tij KÇK. Tani, për arsye kohe apo ja vlen? A lexojmë sa pyetje radio. Nuk e di, të shohim sa pyetje kanë ardhur për konin pyetje te QR kodi apo jo. Ja të gjej linkun po. Të shohim çka ka ardhur. Se është dhe vonë, 23:30 po shkon. Një sekund tani të shohim. Janë lartë o pyetjet për Kolin apo më janë poshtë tani? Do të thesh poshtë? Nuk do t'i iki si për unë. Dakord. Një sekund. Ishim të kulla, një sekund, Edi Rama, po, prit. Arjami Mbrëma, një sekund. Është mbushur kjo. është mbushur QR kodi Totus, i papar. Të e kodit po. Më vjen një nga Jona që shkruan Qano, thuj kodit, pse mos në nxjerrë llapën drejtoresha, apo fondoj hotel në ri të shkomi Kavajës, qartë perde. Tiranës, më pëlqen shumë. Shkomi, po. Gjithmonë më pëlqen dialekti Tiranës. Ardi thot nuk zgjidhet e keqja me të keqe, dënim me vdekje këta që përdonojnë dhe nuk e mendon njëri 2 herë ta bëj. Fatkesi se kemi, për populizëm mund të them që dënim me vdekje, po të paktën të ashpërsojmë diçka, duhet bëjmë diçka patjetër. Kur kam thënë atë. Jo, se këto janë përgjithë shkurta, janë vetëm 2-3 fjalë. Oçani dhe nafta e bankers, po nami, Oçani edhe nafta e bankers, po nami më i madh po bëhet në Shpirak Çan, se e nxorën gjasme s'ka naftë dhe për ditë nuk rreshtin kamionët me naftë duke lëvizur ato anë, thot, po nuk flet njeri se janë interesa të tjera në mes. Shpirak. Besoj që po, sepse kur po bëheshin kontrolle do shtrihej deri në Kuçov, mirë po ku vajtën tani Kuçovën nuk e prek. Shpiraku është mali Beratit. Dakor, në atë zonë. Po kur vajtën me bosh shpime afër bazës së NATO-s, tani nuk i lejon më NATO që të shpojnë. A mendon Sokoli thotë se bizneset e Duranës do jenë pronarë të apartamenteve nesër me 1% se lën kush me 1% thotë se lën kush rastin pa i fut. Po normale ata do jenë. Nëse nuk ndërhyn Spaku, aty ka për të bërë, unë mendoj që Spaku do ndërhyj dhe do marri. Pse zgjodhen, nuk e zgjodhen në kot Gjavzotajn. Është zona e tyre. Me Gjavzotajn e kanë kthyer si ku di unë, ka i marrë me haruba. Zoti Sokol Mbrëma thot, bankersin e ka denoncuar PD dhe saktësisht zoti Mysy Murizi thot në parlament para shumë vitesh. PSD ka bërë denoncim opozita kur talleshin gazetarët me të dhe sot pas dënimeve qesharake ka reaguar. Jo për çdo vjedhje të qeverisë ka fajin opozita, e gazetari zoti i respektuar, të lutem, je parasysh të gjëra. Jo, nuk thash atë. Nuk e ka thënë këtë gjë, jo, nuk e tha. Unë thash në disa raste po, është e vërtetë që opozita nuk flet. Opozita nuk edhe sa për atë i thuaj zoti Murizi, unë kam goxha respekt kur e ka deklaruar këtë, e ka deklaruar në mënyrë individuale, zoti Murizi është zoti Murizi dhe nuk e ka deklaruar Partia Demokratike nga selia e vetë. Mos ta ngatrojmë një individ i cili flet, ashtu siç mund të flasi vetëm me 1 sekond një përgjigje. Zoti Braça në Partinë Socialiste gjithmonë ulëret dhe bërtet për 1, 2, 3, 4 padrejtësi. Ai që nuk bërtet dhe që i ka dhe ka edhe shprehjen e famshme ne nuk do vjedhim si këta, është zoti Shalci. Tani kështu është, tani çfarë ti themi ne që Partia Socialiste e ka denoncuar? Jo, zoti Braça denoncon çdo gjë dhe kur është e partisë vet. Mirë, kemi zotin Shalci që i rregullon gjithmonë këto në këtë pikë e kisha. Sa i lezeshëm. Koli ka drejt thot sa herë që vjen PS i jepen 20 milion euro në vit për 10 milion në vit sponsorizim për partit, kam qenë prezent vetë, thot Orion Myftari. Nuk arrita do të ta. Të më thënë, japin, e ka fjanën për këto pra... Për ta. Mirë. Nëse Bankës Petrol ka transferuar miliona euro jashtë Shqipërisë sot përmes kompanive në kontraktuese, pse institucionet shtetërore nuk kanë publikuar ende një auditim të plot dhe transparent për këto transaksione? Se ishin ai dut vet. Shkon Albiktia, po. Blerim me Sokoli thot, zoti Sokol Mbrëma, Bankersin e ka denoncuar PD, jo, këtë e lexuam mirë. Mir Hoxha, pse nuk flet me emra Koli thot?
Foli pra me emra. Pra i sa mundet... Në qiko, për ato që folëm, sot, ishin gjitha në hetim. Dhe unë nuk mund të prezumohet pafajësia për këdo. Nëse do t'ishim për para një fakti që ishin dënuar, atëherë do t'i bënim një mënyrë më ndryshe. Unë jam e prezumoj pafajësim për çdo njeri i cili është në hetim. Sigurisht. Për drejtoreshat e dënuara nuk mund t'ja udit të gjitha emrave. Ato vazhdojnë do nxjerrin gjuhën e tyre. Dhe ky është një gabim shumë i madh i GKK-s që i la në këtë lloj forme. Lidhur me prostitucionin, shumë temë interesante Çani thot. Jona, edhe unë jam dakord që nuk duhet kriminalizuar. Në klapa thot dhe bën këtë e mojnë, kështu shkele syri, Koli pas ka provu gjithë qytetet. Jo, i kam parë në... Po ja të pun ka Koli, vëlla, se është gazetar. Jona. Do t'i thosha... Mos jep gjithë se këtë janë batuta, o bur. Jo, s'ka problem. S'ka nevoj. Salvatore Panama, shikshfar emra shkuen, Salvatore Panama, o Koli qa perde. Çani qa bone amiko. Normal se s'mund të flisë ndryshe, amiko. I thuj Kolit, na e bjen numën e asaj nga Dubai me 2 minatën. Se kemi punu mirë këto ditë. Po ju lë me këtë, mos harroni një gjë. Po e mbylli me këtë mesazh që ishte kush ishte ky morbur. Një sekond, Salvatore Panama morbur. Na jep numrin, i thot Koli se kemi punu mirë këto ditë. Çunat e Dubai, dëgjoj, me gjëra fjala. Falenderoj shumë për gjithë mesazhet që kishte dërguar te QR kodi atje. Ora është 23:32 minuta. Mos harroni, gjithmonë mos harroni. Korrupsioni nuk është i keq. Korrupsioni është i keq kur unë jam i përfshirë në të. Po nëse unë, ajo pritë nga trova. Një sekund. Korrupsioni nuk është i keq. Korrupsioni nuk është i keq nëse unë prapë nga trova. Ky të gjithmonë nga trova, një sekund. Ka një nuk në mes. Po pra, korrupsioni nuk është i keq. Korrupsioni